Në qytetin e Shkodrës vijon aksioni për çlirimin e hapësirave publike. Në bulevardin Zogu i Parë është ndërhyrë përheqjen e një objekti pa leje që kishte bllokuar qarkullimin pranë pallateve, duke penguar kështu lëvizjen e banorëve dhe aksesin e mjeteve të emergjencës, si zjarrfikset apo ambulancat. Ndërhyrja është ndjekur nga vetë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili u shpreh se ky veprim vjen në kuadër të një sër ndërhyrjesh të realizuara pranë shkollës Ndremjeda, me qëllim lirimin e aksesit dhe përmirësimin e qarkullimit për banorët e zonës. Po bëhet çlirim të zonës rreth shkollës Ndremjeda. Siç e kemi thënë, është kuadri i gjithë pastrimit të zonës, së sistemimit të mënyrës hyrjes daljes, po kështu dhe për zonat e banorëve, të zjarrfikseve ato ambulancave. Ka qenë ndërtim pa leje, i cili është prishur për të liruar, ka zënë gjysmën e rrugës për kaluar dhe besoj se do të lehtësohet gjithë qarkullimi. Po kjo hapësirë shërben edhe zonës për kalimin e zjarrfikseve, ambulancave, sepse ishte bërë pengesë për rrugën. Autoritetet bëjnë me dije se puna do të vijojë në çdo lagje të Shkodrës për të korrigjuar deformimet urbane të krijuara ndër vite, si dhe për të kthyer hapësirat publike në shërbim të qytetarëve.